Përshëndetje nga ABC News dhe mirë se erdhën në Dila Sprint. Nisi futbolli në Shqipëri, u rikthye për 2026 me ndeshjet e Kupës së Shqipërisë, ku favoritët nuk dështuan. Kaluan 8 skuadra më të mira, ndërkohë do të kemi mundësi të analizojmë pra hap mbas hapi të 8 ndeshjet, ndërkohë që do të flasim më pas edhe për rinovimin e Silvinjos si trajner i ardhshëm i kombëtarëve shqiptare, paktën deri në korrik, mbas përfundimit botrorit, natyrisht kampionatet europiane më të rëndësishme, si dhe legionarët tanë në për Europë. Pa unë mërkoj prezentoj formacionin në studio. Fatmir Mneri, gazetar publicist, mirë se erdhët. Mirë se gjithë. Tirana duket si kampionin në merkaton e dimrit. Ju ka bindur deri tani? Është një pjesë të parë dje ndeshjes ndaj Skënderbeut që vërtet të bën të shpresosh se gjërat kanë ndryshuar. Ermal Tahiri, specialist futbolli, mirë se erdhët. Ajo që të bën përshtypje Ermal është që favoritët kaluan në Kupën e Shqipërisë. Po patjetër, ajo që të bën përshtypje është kjo tjetra, që kategoria e parë nuk është në nivelin e superiores dhe në gjitha ndeshjet që u luajtën kaluan gjithmonë këto të superiores. Dionis Terdovski, menaxheri FIFA-s. Mirëmbrëma Dionis, mirë se erdhët. Mirë se gjithë. Pyetja e parë është për rinovimin e Silvinjos. Po Silvinjo vazhdon punën aty ku ka mbet me suksesin e tij, edhe me grup moshat e me djemt që kanë bërë sukses deri më tani, është një atmosferë e mirë edhe familjare aty, ku pse mos të vazhdohet deri në ëndrrën që do ta realizojmë spaku në kampionat. Shumë e drejtë. Nertan Priti, kolegë gazetari e ABC News. Mirëmbrëma tani, mirë se erdhët. Mirëmbrëma Max. Super ndeshje e mbrëmjes sotme, Superkupa e Spanjës në Arabi. 3-2 për Barcelonën deri këtë moment, apo sekondat e fundit. Pritet vetëm vërshëllima e fundit e arbitrit, po ndjekim Koralën, në fakt si do përfundoj kjo ndeshje e madhe, edhe për shkak trofeu është Superkupa e Spanjës, por emri dy skuadrave rival përjetshëm të futbollit spanjoll dhe botror e bën shumë bukur këtë sfidë, gjithsesi një ndeshje spektakolare në pjesën e parë, 4 gola, ndërsa në dytën... Ndërkohë po i shihemi këto momente tani. Golat e parë, ndërkohë që në dytën Barcelona shënoi sërish me Rafinha, 3-2 është rezultati, siç thash, po presin vetëm vëshëllimin e fundit të arbitrit që erdhi në këto momente, pra Barcelona është fituese e Superkupës Spanjës, trofeu i parë sezonal shkon për skuadrën blaugrana të Hansi Flick. Fatmir Mneri, shijojmë golat në këto momente të kësaj ndeshje sfide, ndërkohë që ishte një reklam për futbollin spanjoll dhe jo vetëm. 5 gola, shumë spektakel dhe shumë yje në fushë. Natyrisht boll përmendish emrat e skuadrave. Edhe me interesin e madh që kanë ngjallur, po kemi eksportim të futbollit, eksportim të aktiviteteve. Jo thjesht vetëm për të ngjallur kërshërin edhe afrimin e botës tjetër përveç Europës ndaj futbollit, po gjithsesi edhe për të bërë një lloj, si më thënë, reklame të asaj që padyshim është spektakli më i bukur që pret pjesa sportive e globit. Ermal, Arabia paguan, le themi pjesa tjetër e Europës, jep spektakël dhe natyrisht futboll si skla. Nuk diskutohet fare. Ashtu e bëri, siç e bëri dhe Barcelona me Real Madrid sot, stadiumi plot për plot, nuk do ta kishin as në Spanjë këtë atmosferë thua? Patjetër. Atmosfera plus pjesa financiare pasaj që i shërben të dyja ekipeve. Ajo që tregoj sot është që Arabia Saudite po përgatitet për botrorin e vet dhe po ngreja vit pas viti, po ngreja pjesën e imazhit dhe të asaj që edhe këtu luhet futboll, edhe këtu mund të ecim përpara, edhe këtu mund të bëhen çdo gjë përveç gjërave tjera që ato kanë, sepse përsa i përket anës oilit që i themi neve këtu dhe përsa i përket anës arit janë shumë të fortë. Por edhe te futbolli po tregojnë që janë shumë të fortë, kanë shpenzuar shumë lek për të gjithë lojtarët dhe marrin lojtarë me eksperiencë dhe me emër të madh. Po japin një imazh tjetër Arabisë Saudite që duhet hyjë dhe ajo të bëhet pjesë e Champions League-s, siç e kanë kërkuar dhe ato për të qenë në këtë. Megjithatë, mu fokuso pak tek Real Barcelona. Dgjoj, pjesa parë ishte njëu Reali apo Barcelona ishte shumë e fortë? Jo, fare. Të dy ekipet janë në njëjtin nivel, për mendimin tim. Pastaj kualitetet bëjnë diferencën.
Ajo që më bëri përshtypje sot është që pjesa e parë 2-2 ishte një gjë fantastike e futbollit që mund të shofësh, dhe sidomos për ne tifozët apo aty që janë specialist, që do të thotë që futbolli luhet për golin, dhe për golin luajnë të dyja skuadrat. Pastaj se fitoi Barcelona 3-2 dhe nuk u bë gol tjetër, Barcelona ka lojtar brenda shumë të fortë. Rafinha tregon edhe një herë tjetër që në këto ndeshje që janë decisive është ai lojtari që mund të marrë Barcelonën përsipër. Goli i dytë i Barcelonës. Po, Lewandowski. Është nga sulmuesi dhe ndoshta ai që kemi probleme ne për të luajtur për me ekip kombëtar që ta lidhe edhe me këtë, ishte në formë shumë të mirë, bëni gol shumë të bukur. Do zoti zgjedh prapë. Edhe inshallah zgjedh prapë, se këtu do dal tash se un po i lidh një nga një. Inshallah nuk është mirë atëherë, është zgjidhur me gruan e vet dhe po bën një gjë se s'ka mundësi, po për moshën që ka tregon prapë që kualiteti i tij është shumë i madh. Po, ndërkohë kishte shumë gabime Dionis në fazën mbrojtëse. Pra, në dyja skuadrat gabuan, paktën në atë që konsiderohet, themi, mbrojtje hermetike ose lufta 1-1. Pse? Janë tolerantë këto faza apo sulmuesit janë superior, themi? Po, me qenë se maksi këtu edhe gabimet nuk falen do të në super ndeshje të mëdha këtu. Normalisht edhe gabimet në mbrojtje vinë një pas një. Por atmosfera e kësaj ndeshje është gjithmonë impozante kudo që të luhet, desha të lidhe me pjesën e Arabisë më herët që diskutuam. Tani më futbolli nuk është vetëm në Evropë dhe në pushtetet ku ka qenë gjithmonë bizotruese, po ja edhe investime të tëra bëra qoftë në Amerikë, ashtu edhe në Arabi, e bën futbollin që të shkojë edhe deri atje. Po nuk diskutohet, pra shpërndahet dhe rritet themi se profesori do më shtesi mu në gjitha pikë. Nuk e di, do shta të kundërshton, pse? Nuk e luj ti Qëndërbek, ka qenë koha birit i bim, ma jep ta jap, një sekund, ma jep ta jap, ta qisma ton, mos haj gol, aty afër. Sot, dun futbol sulmus, dun futbol që të hapesh, të marrësh gjersin. Dhe të dyja skuadrat, po t'i vesh re, nuk e kanë mendjen tek pjesa e defensive. E kanë mendjen tek pjesa dhe tek ideja që kush shënon më shumë gola, ai fiton. Pjesa dytë është pjesa që të dyja skuadrat janë skuadra kaq të mëdha, saqë duke luajtur futboll me ekipet e tjera, nuk i kushtojnë shumë rëndësi pjesës së mbrojtjes, por kushtojnë më shumë rëndësi pjesës së sulmit. Dhe po ta shofësh, goli i dytë, goli që bëri Real Madrid Junior, është spektakolar. Tashi, kemi mundësi ne 3 mbrojtësa, asnjëri nga këto 3 mbrojtësat mos ta frenoj. Jo, pra kjo është spektakël. Dhe spektakli jepet vetëm nga këto ekipe. Nuk e di tani do të shkojë diçka, nuk jepet nga Polonia Fierit ku e luajti. Tani Ermali pas ke Dinamo jo kur as Dinamo ime, po. Ermali është akoma futboll në mënyrë romantike, futbolli i bukur, vetë do luhet për gola, mbrojtja s'ka rëndësi, por mos harroni që këto ndeshje janë dhe ndeshje ekzibicioni më shumë se sa rivaliteti të vërtet, përveç Kupës Botës, përveç super trofeut, pra. Dhe Kupës Botës që do zhvillohet në Arabinë Saudite, duhet e qik spektakl për t'i paraprirë këti... Ta është romantike, si punë ime. Këti turneo, jo, romantike është kur duhet 0-0, futbolli i bukur... Ka 0-0, futbolli i bukur dhe korrekt. 3-2, 2-3. Tani, duhet pa gola në Arabinë Saudite që për të entuziasmuar edhe tifozët aty, dihet që shumicët paktën, kur u zhvilluan në Katar, një pjesë e madhe të tifozëve ishin të paguar, pra lidheshin Arsenal. 5.000, 10.000 tifozë paguar që shkonin bënin tifoz ligë që të krijonin ata. Nëse tani thoj janë afruar natyrshëm, a? Patjetër që po, po duhet edhe skuadrat nuk mendoj që Reali e kalon ndeshjen. Por gjithsesi direktivat e trajnerëve, por edhe të klubeve janë që durohet spektakl. Nuk e di mendohet më shumë për golët se sa trajnerët për ta fituar Superkupën, dhe nga ana tjetër pash impenjim maksimal të lojtarët për të mos e humbur këtë ndeshje. Po trajneri nuk luan për shembull me 2 mbrojtësa, luan me 3, kur do të jetë mirë mbrojtje, mendoj më shumë për sulmin, pra. Nëse ka dhe veprime individuale, apo jo Mneri, kur Vinicius për shembull përballë 1-3, i tribloi, i kaloi dhe shnoi. Apo jo? Po e thashun këtë. Po prandaj Mimi rethe, po nuk e di Mneri si e mendon. Ishte show, spektakël, niveli lart apo të gjitha bashkë?
përderisa në përbërjet e skuadra janë futbollistë të këtij kalibri, detyrimisht do të ketë spektakël. Po në qoftë se do të bëj një dallim mes Barcelonës dhe Realit, qoftë edhe në ndeshjen e sotme, megjithëse duhet me fol pak me rezervë, se pavarësisht se i ndjekim që ti jesh pak më i saktë, duhet të jesh në atmosferën e asaj. Nuk mund të flas me këtë garanci. Do të jesh në Barcelonë dhe përgjithësisht në atmosferë, përgjithësisht kampionat, siç flasim ne për kampionatin shqiptar se e përjetojmë dhe e prekim. Po gjithsesi unë them ajo që bën ndryshimin për mua është që tek Reali mbizotëron ende individualizmin, kurse tek Barcelona skuadra shumë më kompakte. Edhe pavarësisht nga emrat që janë ndryshuar në vimësi, skuadra e ka ruajtur homogenitetin e saj. Është sistemi kanterës Barcelonës që bën këtë gjë. Dhe që kushdo që shfutet mekanizëm, politike janë strategjitë e klubit, ajo që shohim kurse tek Reali, për shembull, vjet re që ende vuajnë largimin e një pasnjëshëm të Toni Kroos edhe të Modrić. Është më ekip Barcelona. Edhe në pjesën e ndërtimit, po edhe në pjesën e mbrojtjes. Pavarësisht se mund të ketë probleme mbrapa, neve themi se profesori e tha shumë bukur, që aty janë individualist. Nëse ke vetëm Vinicius apo ke Bellingham që mund të bëj diçka për vetën e vet, kurse te Barcelona janë gjithë bashkë. Pavarësisht se Yamal themi dhe po mirë, Yamal është dhe Rafinha mund të bëjnë diferencën së bashku me Lewandowskin. Në çdo lloj ekipi ke 3-4 lojtarë që do të bëjnë diferencën. Nëse ti nuk i ke këto lojtarë, nuk mund ta bëjnë diferencën. Kualiteti dhe gabimet që bëjnë në ekipet kundërshtare ti jep ty fitoren. Asnjëherë nuk mund të japë fitoren ty, mund të lush shumë mirë. Kur një ekip mbrohet mirë, gjë që këto dy ekipet nuk e kanë, këtë dëshim me thonë. Qofse këto japin lek për të shkuar të pat, na kishin dhënë ne këtu si ABC, se kishim shku vetë, ne atje kishim bot tifoz lik. Për këtë është impresor, po kishim shku vetë. Tek Reali mungesa e Mbappés. Po ndikoj pafund sezon. Ndikoj më tepër se gjysma e sulmit është, por prapse Barcelona e bëri ato. Me dakord. Po ndërkohë kjo e liroi Vinicius që t'ishte pak më i lirë shumë mungesa e Mbappés, sepse shpesh është diskutuar kohët e fundit që Mbappé bllokon Vinicius dhe Vinicius nuk shprehet mirë me prezencën e Mbappés. I krijoi ato hapësirat e veta, normalisht. Edhe mund të bizotron aty edhe më tepër, por ja ka që deshte vetëm me një shënim, se kishte mujt ende me pas hapësira aty. Ndërkohë, nga Spanja në Itali është duke luajtur kryendeshja e kësaj jave në kampionatin Serie A, po jo tani? Po, minuta 68 është në Macët, Milano, Inter, Napoli, rezultati është 1-1, si duar që në pjesën e parë, Di Marco shumë shpejt minuta 9, më pas në minutën e 26 ishte me këto minaj që barazoj shifrat, ka që rezultati. Kjo i shkon për 7 Milanit, që të pasën të mos shkëputet shumë nga ty ndjekësit e para. Kjo si Balegrit. Jo, është për të parë. Qartë. Mirë, futemi të futbolli shqiptar, ndryshe janë zhvilluar ndeshjet për 1/8 të Kupës Shqipërisë, ndeshje interesante, tha me gola, rikthehet futbolli shqiptar për 2026-ën, dhe ajo që të bën përshtypje është që skuadrat janë gati, themi, në formën e tyre të mirë, gati për kampionati që nis mbas 3 ditë pra në mesjavë, mërkur dhe tente, ku kemi çifte interesante, por ndërkohë me shumë rëndësi dhe shumë impenjim për këto ndeshje të Kupës së Shqipërisë. Shohim fillimisht rezultatet e 1/8-ve dhe më pas shohim edhe ndarjen e grupeve në këtë kupë të rëndësishme. Atëherë Tirana Skënderbeu 2-1 mbas kohës shtesë, Dinamo City Besa 3-0, Partizani Burreli 3-0, kishte kohë që nuk e lexonin Partizani. Po, e ka fiksim në grafika 1-0 gjithmonë. Po, shumë interesante. Bylis Laçi 3-2 dhe kjo në kohën shtesë, Teut Tavora 2-0, Vllaznia Pogradeci 1-0, Ignati Apollonia 1-0 dhe Elbasani Flamurtari 2-0. Pra, ajo që 2-1. Ajo që të bën përshtypje është fakti që 4 nga ndeshjet e rëndësishme janë zgjedhur në kohën shtesë, por gjithsesi në favor të skuadrave vendase dhe favorite. Shohim pas të skuadrat e kualifikuara janë ndarë në 2 grupe për të kuptuar se çfarë i pret në çerek finale. Atëherë në vazon 1 është Ignati Vllaznia Partizani Dinamo dhe në vazon 2 Elbasani, Teuta, Bylis dhe Tirana. Atëherë, Neri, e filloj me vazot, kush është vazo më fort në këndvështrimin tënd, 1 apo 2?
Vazopar duket që është më... Ka shumë histori brenda, edhe pse Vazo e dytë nuk bën shaka, apo jo? Sepse Tirana... Parasysh që... Vazopar, pse është më e vështirë? Thot Neri. Jo, përse, për çfarë arsye? Më e fortë. Jo, më e fortë. Sepse ato skuadra do ndeshe mira tjetër për të zjerë skuadrën. Humusi që ka Vazo. Vazo ka 4 dhe 4 dhe të 8 këto janë superioren. Jo, janë superioren tonë. Foli për dhe po të shofësh e Gnadi Elbasani me që janë 2 të parat, i shofë unë kanë dalë neshet barazim. Asnjëherë s'ka fitu. U fol për cilësinë e Vazo. E para është fajancë, e dyta është keramik. Bravo. Të po, kështu ta pranoj. Shumë i drejtë. Se për përmbajtjen brenda pastaj nuk e di. Janë njësoj të dy ato. Neri këndeshe ndoqe nga 1/8, ndoqe Tiranë. Tirana Skënderbeu. Tiranë në stadium, nëse kur janë në televizor dhe kthejmë shohim të tjerë. Tiranë. Të pëlqeu kjo Tiranë e re, Tiranë që po bëhet gati për kampionatin? Jo, ta që edhe në fillim, pjesa e parë, vërtet ishte shpresdhënëse. Ermal, Dinamo i zgjidhi kollaj, luajti në stadiumin kombëtar në Albania për Ballbesës, i kishte dhënë rëndësinë maksimale, por thashë që të bën përshtypje që kjo Dinamo duket e kolauduar dhe gati për kampionat. Patjetër, nëse do marrë edhe një sulmues që duhet patjetër, mendoj edhe një çndërbek. Mendimi im gjithmonë, nuk e di. Mund të jetë Dinamo që të jetë për kampione e Shqipërisë. Përsa i përket ndeshjes me Besën, u dukën kualitetet. Dinamo luan futboll dhe ka një sistem që luajtur të futboll që luan shumë mirë përsa i përket qarkullimit të topit, përsa i përket presingut të lartë, qarkullimit nëpër linja, të rrejtjes së lojtarëve që ka, Ilirdaja ka sjellë ekipin aty ku do dhe me këto lojtarë që ka, se po të shohësh dhe në emra shumë pak janë ato që bëjnë një ndryshim. Po të shohësh emrat e Tiranës sot, do nuk e di është Neri me mua, që kanë ardhur tash në... Mirë, ata janë për të parë, janë baste. Jo, nuk janë për të parë, sepse kanë qenë këtu ato. Jo Ernesti, jo Xhixha, janë lojtarë që të bëjnë një treshe sulmuese, që të ketë frikë gjithë ekipet, përsa i përket kampionatit. Nuk e di si do sillet pjesa e mezit fushës dhe pjesa e mbrojtjes, po përsa i përket emrave, është ndryshe. Kurse Dinamo është një ekip më shumë i kompletuar, më shumë metodik, dhe që varet themi shpeshir nga këmbët e bregut. Ai është kryesori, ai është lider. Dhe ai kthen Dinamon aty ku do ai, siç do ai, dhe në momentin që nuk hep përpara ai kthehet në linjat e mezit fushës dhe sulmit dhe ngatron çdo lloj ekipi, duke bërë prap Dinamon e fortë. Për mendimin tim, ajo që pash është që edhe Besa e Kavajës ishte një ekip që kishte 3 fitore rreshtë me Maganin, që erdhi aty ku duhet prap. Kategoria parë nuk është... Ka diferencë tua. Edhe pse Skënderbeu ishte i denj me Tiranën. Dgjoj, Tirana nuk futi lojtarët që duhet të luajnë dhe ato që ka marrë. 2 lojtarë janë ato që kanë luajtur. Prit se do vinë dhe tjerë. Duket se Interi shnoi golin e dytë Ermal dhe kjo meriton themi një batut vola. E shndoi Çelano Glu me 11 metrash Antonio Conte dhe kartoni. Tash dëgjoj. Ajo pjesa e Interit. Jo, mirë, për informacion. Ajo është pjesa e ekipit që edhe te Parma i lanë atë offside-in, e thanë offside, nuk i shkalu mes në fushës akoma, e kanë me kështu, po këto italianë nuk i bëjnë kështu si që bëjmë ne, i bëjnë drejt. Me gjithë, s'ka nuk ka problem. Ermal, te diskutimi jotë përmende një emër, Ernest. Atere, Dionisi është menaxheri që ka sjellë Ernest, ka qenë Tirana, lëvizje u rikthye përsëri. Atere, Dionis, kënd vështrimi jotë për lojtarë që ka ofruar Tirana, natyrisht Ernest është qershembi tors bashkë me Xhixhën apo jo? Po, Ernesti është kthyer aty ku e ka vendin, sepse ishte një punë e pakryer e tij, edhe pa e përfunduar në superiorin shqiptare. Po, Tirana tregon që nuk ka ndërmend me u dorëzu kaq lehtë dhe nuk ka përfunduar ende në pjesën e fundit të tabelës renditja. Besoj që Ernest do sjell një frym të re aty në sulm bashkë me Redonin, po ashtu edhe me prurje tjera në Tiranë. Edhe mendoj që organizohet më mirë. Po, ndërkohë që për Tiranën problem, themi ka qenë edhe faza mbrojtjes, po valla paza 10 lojtarë dhe duhen zvendësuar. Ke në tratativë lojtarë të tjerë Dionis për... Po, sigurisht që i kem në përgatitje, por ta shohim se çka do ndodh. Por gjithçka thoj ngjelet pikpyetje, ja? Kem unë më të fortë se ai. Mbien.
Po, këtu pajto me kolegën. Ajo është tjetër gjë. Ndërkohë, tani... Ndoshta edhe ai e di që kemi çu dytë më të fortë se çdo njeri, por nuk e di tash. Tani, këndvështrimi jot për Mercaton. I ke ndjek nga afër, ke parë disa lëvizje, ndërkohë që ka, themi, diskutime për skuadrat caktuara. Atëherë, Tirana, sa i përket lëvizjeve, emrave, është padyshim kampione deri tani në tregun e transferimeve të dimrit, por gjithsesi është për mendimin tim Egnatia po bën atë që kemi folur këtu shpesh herë, po bën atë që ka nisur të bëj para 3 sezonash, para 2 sezonash më saktë, atë që bënte dikur dhe Skënderbeu, kemi folur. Pra që ruan boshtin dhe afron tek këtu. Sigurisht, po kur vin oferta të tilla siç janë ato për lojtarë të rëndësishëm dhe oferta shumë të rëndësishme për futbollin shqiptar, të dërmisht klube të kategorisë superiore janë edhe të detyruara, në thonjza, për të larguar kampionët e tyre, gjithsesi këto janë lëvizje cilësore që i lejon një klub i cili ka nisur atë rrugtimin e tij për të krijuar një cikël, siç kemi thënë këtu. Por gjithsesi Tirana mbetet skuadra që ka bërë më shumë lëvizje, cilësore, duhet të thënë, sepse disa i njohim nga lojtarë Ernestin, po ashtu edhe Redon Gjigjen, por edhe paraqitja e Myslovicit, paktën në ndeshjen e kupës, shënoi dhe gol, ishte impakti shumë pozitiv sa i përket mesfoshorit të ri të Tiranës. Pra themi deri tani baza duket e mirë, e shëndetshme, por natyrisht që kampionati... Por unë shpresoj që Tirana mos bëjë për 6 muaj të heqë prapë ta 10 talentar, 10 të tjerë, marrë 10 tjerë për sezonin tjetër. Atë që thot tani është shumë e vërtet. Nuk e ka luksin Tirana sot, me këto lojtarët që merr, nëse nuk i bë kontrata 1 vjet e gjys, 2 vjet. E para, e dyta. Në qoftë se të ndrosh 10 lojtarë, nuk gjen dot 10 lojtarë në janar. Të mirë nuk ke. E ke o vajzë, o djalë, varet si të vjen. Nga 7-8 lojtarë, prit të marrë. Nga 7-8 lojtarë, 2-3 do të dalin. Tjerët nuk dalin. Dhe kjo është pjesë e eksperiencës që kemi ne të gjithë këtu. Sepse një lojtar që lun në një ekip tjetër, nuk vjen te Tiranës. Mirë, më fol konkretisht, Ermal, ka punuar mirë Tiranë në këtë merkato dimrit, të jep shpresë ty, pastaj në aspektin teorik dhe të perspektivës, ha diskutim. Këtë lojtarin që ka sjell ky shoku jon, Dionisi, po? Ernestin, ne njohim nga Tirana që ka lyt. Dhe është një lojtar që i jep Tiranës shumë dhe dha dhe pjesën e dytë të golit, që ajo pjesë që ai ka dhe sidomos superioriteti numerik 1-1 e ka në mënyrën perfekte. Gjizhën e një vetë se e kam nxjerrur. Po. Myslovicit pëlqeu? Myslovicin pëlqeu, është një lojtar elegant, një lojtar shumë i mirë, një lojtar që e njeh topin, një lojtar që e njeh edhe golin që bëri me 2 muret ishte super. Por unë nuk e du Tiranën te kjo pjesë. Të kjo pjesë e Tiranës, nga pjesa e sulmit, unë them që mund të jetë më e frikshmja tek kampionati jonë shqiptar. Tek pjesa e mbrojtjes dhe anës defensive, që ndoshta është më e lehta, aty duhet të... Pra të ketë ekuilibër, themi, deri diku, në të dy faza. Po nuk pati ekuilibër. Po pra. Po nuk pati ekuilibër aty do ketë probleme. Dhe ku është problematika më e madhe? Problematika më e madhe është që nuk i dalin ndeshjet. Dhe duke mos i dalin ndeshjet, i duhet ndeshja e parë që kanë në Ballç tjetë fitore. Do futemi edhe te kalendari. Ajo është kryesore te kalendari. Prekim nga pak gjitha skuadrat e Ermal. Atëre, Neri, Agim Ibrahimi lë Tiranën dhe drejtor ke Partizanin, ndërkohë që Flamurtari ka larguar Pollozhanin, në një farë mënyrë. Edhe mori? Ende, në pikë pyetje. Mendohet që mund të afroj një emër të rëndësishëm, apo ndoshta Abile Liej mund të jetë zgjidhja momentale, të paktën deri në verë. Si duken këto dy lëvizje? Themi, dështoi ke Tirana Ibrahimi, apo ishte klubi në total dhe jo vetëm drejtori? Kam përgjithsisht qoftë edhe për futbollistët, edhe më tepër trajnerët, po kështu për drejtuesit, qoftë sportiv, qoftë teknik, kam një parametër personal, nëse një njeri që merret me futbollin, i gjithë tyre kategorive që të përmenda, arrin një sukses, dhe suksesi nuk arrihet më kot, do të thotë që ka kapacitetin e duhur për ta bërë atë punë. Kështu që nuk më pëlqen kur dëgjoj që filan aktor, lojtar, apo drejtues, dështoi tek janë pjesë... Shpesher, ju e dini mirë që gjithçka matet me rezultate. Janë pjesë asaj që
e kanë ligjësinë e vetë futbollit, që është një lojë pa logjik. Unë konsideroj që Ibrahimi, ku ka qenë këtë Tirana, do t'jetë po i njëti që është tek Partizani në aspektin profesional e të logjikës punës. Pastaj se si zhvillohen gjërat, se si janë marrëdhëniet aty brenda, se sa dëgjohet zëri i tij, se sa ka kohezion me trajnerin, me futbollistët, me ata që sjellën etj, si ecin pastaj në vijimsinë e tyre, këto janë pra një gjithë gjëra. eksperiencë themi nuk i ngjan eksperiencës tjetër. Janë të gjitha subjektive dhe nuk të kështu që ajo që pret që ata që qoftë Ibrahimi që ka ardhur te Partizani, që ai që do të vi tek flamurtarit të bëjnë diçka në të mirë të skuadrës respektive për të ecur përpara, për të patur rezultat. Pak po e sigurt, sepse për atë punë i ka ndruar, për atë punë themi kërkojnë të marrin Nuk është e thënë që të godasë dëshira është. Shembullin e ke tek Dinamo, për shembull, ka ardhur në këtë moment, ka vojtur jo pak bardhi. Nese, po ne nuk e njohim se kush është drejtor ke Dinamo, ndërsa dim që pikat kanë vështrimin themi praktik. Dhe dim që vendos gjithçka Ilirdaja ke Dinamo. Pra në farë mënyre, trajneri, menaxher që po bën më të mirë. Ilirdaja thotë që unë s'bëja si lloj kontrakt. Mirë. Ai mund të thojë gjithçka, por nuk e di, ai beson ti 100%. Po, besoj sepse çuni vetësh ndoshta më i zgjuar. Drejt. Dionis, natyrisht është periudhë mercato, ti je një nga ata menaxher që ndjek shumë tregun evropian, operon shumë tregun evropian, por natyrisht ke një veçori dhe me tregun turk, apo jo? Kryesisht duke lidhur pak dhe me futbollin e vajzave, pa harruar 2-2. Ky nuk është lajm i mirë, por vazhdojmë gjithsesi. Pra Barazon Napoli. Por gjithsesi themi, për ty bashkëpunimi vlen në të gjitha komponentë, apo jo? Po, ashtu që tha edhe ju që kemi edhe në Superligën turke 2 futbollistë femra, një nga Kosova, tjetra është nga Shqipëria këtu. 2 lojtarët e ekipit kombëtar, apo jo? Po. Është Valentina Troka, kombëtare shqiptare, gjithashtu edhe Kaltrina Biçkaj, nga kombëtare e Kosovës, ku të dyja luajnë në klubin e Superligës së Trabzonspor dhe janë super të suksesshme. Bravo. Në aspektin financiar, janë vlerësuar? Po, janë të vlerësuar, janë të respektuar mirë aty. Po, ndërkohë aty ka dhe Muçin, apo jo? Kanë, themi tek futbolli, i çunave është dhe Muçi, kështu që kombëtarja e Shqipërisë po le gjurmë mira në Trabzon, apo jo? Po, në Trabzonspor edhe Muçi e ka gjetë besoj vetëm pas Beşiktaşit aty që ka është si huazim. Edhe për Muçin me qenë se e ceke, është faktori i trajnerit Fatiteke, ku ka punu shumë me to edhe nuk është rastisht. Jo njëti personalisht trajnerin e Trabzonit, për shumë, çfarë mendimi ka ai, për shumë, a do të zhbllokohet çështja e Muçit se duket sikur? Do të zhbllokohet, besoj që tash nuk më takon me bisedu. Jo, mirë, qartë, ato që por unë mendoj, sjep detaje, aty do të sepse aty është fokusu maksimum edhe Muçi, po edhe Trabzonspori, sepse kanë arritë sukses të përbashkët, edhe ndihet se suksesi nuk po arrihet për një natë, ai ka kur bën ushtrime edhe gjatë gjithë të tjerët kur janë duke fjetur, ti e merr vetëm pastaj edhe. Ndërkohë një tjetër lojtar që ka luajtur në Turqi dhe që ishte goxha themi në nivel atje, Çekiçi ka përfunduar në Iran. Çfarë po ndodh themi? Pse Çekiçi bëri këtë rënje drastike nga Konyaspori në Mosgov? Po nga Konyaspori sepse nuk kishte aty vetvetja, nuk i kishte edhe pozicion edhe trajnerin. Kështu që nuk është shumë normale që të shkojë atje për të vazhduar karrierën. Po. Nuk teq njeri Markso, as nuk transferon njeri nëse nuk je ai që je. Pastaj Dionisi duhet edhe ma konfirmoj pak se dje po lexoja, jo më larg se dje ishte fakt shumë interesant media La Gazzetta dello Sport, më e madhja sportive italiane, ngrinte pikpyetje, ndërkohë jepte edhe përgjigjen e madhe se përse kampionati turk, pra Superliga turke po bën investime të tilla dhe në thonjë ato që është kthyer në Arabinë Saudite të Europës, sa i përket transferimit të lojtarëve, i fundit ishte 27 milion Genduzi nga Lazio te Fenerbahçe. Kjo shifra marramëndse dhe ndoshta kjo duhet marrë edhe parasysh edhe nga Shqipëria që ta ngrej futbollin, ishte e para, kemi folur për ligjin e sponsorizimeve, por e para ishte qeveria turke kishte ulur tatimet për futbollistët, për skuadrat, për klubet,
në qoftë se Evropa ka 50%, Turqia ka 25 deri në 30%. Të gales me argullit ati. Tjerat ishin dhe ndërhyrja e qeverisë, e bankës shtetërore turke për të dhënë kredi për gjithë klubet. Kredit buta, themi ndoshta, ha? Po. Kredit buta, maramëndse dhe abdikimi një ligji, që ishte miratuar në 2019, por që nuk funksionon dhe se për... Këto janë gjitha pyetje besoj... Jo, ishte gjë shumë... Ku e gjete këtë ti? Po kjo jo pa jo. Ai tjetri i Fenerbahçes u fut në burg duke marrë me drog, ti më thua mua jo po dha kjo, jo po dha ajo. Ore, Ermal, mos e konsumo, do të rrim këtu, Dionisi ka shumë përgjigje për dhënë, por gjitha këto mbasi ndërprerje shkutër publicitare. Reklam. Temen Z, li sponsorizimi dhe natyrisht ndryshimet që ka bërë futbolli turk, sidomos në vitet e fundit. Atëre, Dionis, ku është e veçanta e futbolli turk që ka marrë këtë hovë që arrin të bëj blerje shumë të rëndësishme dhe emra themi të nivelit europian dhe botror? Është fiks pretendimi ku dëshirojnë edhe klubet e Stambollit kryesisht të mbizotrojnë në arenën europiane, në Champions League, si dhe ato që përmendë edhe kolegu që shteti ka ndihmu shumë që të ullet edhe përqindja e taksave në të hyrat e lojtarëve, kështu që ndikon edhe rrjedhëmisht në pjesën e kartonave. Ndikon që Erdogan është tifos futbolli edhe kjo, si dashamirës i futbolli që deri diku... Po jo, më si çdo shtet nuk ka lidhje më. Ligjet, ha? Edhe ne kemi kryeministin tifos basketbollit. Po pra, duke si... Jo, kryeministri jonë është më i ashu. është me i qartë. Në hyrje ulen, në dalje? Ngrijen. Ja, ka diçka tjetër. Jo, kam seriozisht. Në dalje paguin po të njëjtat gjëra, apo njëjtën gjë? Lekat që marrin e kam po atë përqind. Fiksësh. Nëse mos u bëj koklavitur sepse jo, nuk është koklavitur. Po jo, hyrje dalje. Ja pra, një ekip që bën 10 hyrje dhe ka sponsorizimin. Në 10 dalje që kanë me 500.000 apo me 3 milion euro. Qa bëhet? Shikot limiti aty nuk... Bra, këtë shif. Ne kemi vetëm hyrje. Por dalje, s'dalim. Se s'bëjmë shitje, pra. Këtu është problematika jonë. Ore, këtë që po të them una... Duhet fillimisht të bëjmë ligje sponsorizimin. Pa mirë, pra, ti merë këtë mendimin këtu, dhe pastaj... Të hapim komandit e basteve që themi ajo përqindje të shkoj futbollit. Aty së nuk ndërhyun, ajo është pjesë që duhet të pështetë. Po e themi në emision, dhe mirë është që shumë gjëra të legjitimohen në të tjetë sportit. Apo jo më njeri? Duke mbajtur po të njëtë... Rrim 2 minutat e ky argument. Vlerësimi. Sigurisht ndërhyrjet nga ana e shtetit janë të mirë pritura për po gjërat duhet filluar nga vetë futbolli. Gjykoj. Dhe shembulli klasik është pikërisht po Turqia. Në kujtoj që në mes vitet 80, edhe diçka më pas, për një 10 vjetë rresht aty është punuar me nivelin bazë, me trajningun, kujtoj që kanë qenë një sër trajnerë që nga ju Gjermale me radhë, që arriti pastaj u formua ajo përfaqësuesi që mbriti deri e treta në edhe pse themi ky rasti i fundit i ka lënë një njollë terrët, sidomos çështja e basteve apo jo Dionis. Po, te çështja e basteve kanë përfunduar shumë persona në ku? Aty janë gjithë në burg më. Turqi. Unë du me bëj pyetje edhe ty, edhe Dionisis. Se Greqinë e di. Pyetje di bën Maxi. Jo, i bëj dhe unë. Liga... Po, është i lirë të bëj si doj, nuk ka asnjë problem. Po, s'ka ndonjë gjë të keqe. Liga vetëm para orës 10. Jo, liga këtu që kemi neve. A kemi neve ligë futbolli? Jo. Jo. E kemi letër, e kemi... Ne kemi Superliga. E kemi këtu. Superliga. Po pra, e kemi këtu. Turqia e ka. Edhe Greqia e ka, sepse e njof, dhe prandaj rritet futbolli në këto vend. E drejt. Mirë. Atëre, Superioria kthehet mesjavë të mërkurë dhe tente. Ndjekim kalendarin, bëjmë një analizë të çifteve pra në mënyrë të shpejtë dhe më pas dëgjojmë të veçantat e Fatmir Mnerit çfarë ka përzgjedhur në editorialin e tij. Atëre, Bylis Tirana, Elbasani Flamurtari, Vllaznia Ignatia do të luajnë ditën e mërkurë, ndërkohë që Partizani Vora dhe Teuta Dinamo City ditën e njëjtë. 5 çifte interesante, Tirana e ka direkt malore në Ballsh, mbasi Bylisi themi është skuadër e fortë,
jo vetëm skuadrë fushe, por natyrisht një skuadrë me ambicje për bazën që ka, natyrisht trenerin që drejton. Neri, si e parashikon Tiranën Ballsh, këtë çift? Tiranën Ballsh nuk ka zgjidhje tjetër. Kudo për fitore? Do të luaj gjithçka për gjithçka. Nuk ka kohë fizike për të bërë llogaria. Po. Ermal, Elbasani, Flamurtari, mbas kupës përballen edhe në kampionat. S'ka kohë, as fizike, as llogaritje, Flamurtari duhet fitoj patjetër që tjetë aty brenda siç është Tirana. Po. Ndërkohë, Nëse do t'i referohemi ashtu siç janë tashti. Por nuk e di se si do jetë pjesë e Flamurtarit me prurit që ka bërë. Tirana është në gjendje më të mirë, mendoj unë, me prurit që ka bërë. Ndërkohë, Vllaznia Egnatia është një përballje, themi, midis asaj që ka stabiliteti më të madh Egnatias Dionis dhe Vllaznis që shkëlqeu në nisje të kampionatit, por që ra në pjesën e dytë. Po, Vllaznia mendoj që po deshe të futët aty për pretendet kampioni, çdo deshe e ka finale tani. Se Egnatia nuk është ekip që nuk mund të kalohet lehtë. Po. Kështu që finale e hershme edhe kjo. Ju keni menaxhuar dy lojtarë, se keni afruar dy lojtarë shumë të njohur të këto dy skuadra. Po. Një është Paulaskas me fjalë tek Egnatia, një nga lojtarët ndoshta më të mirë të huaj që ka ardhur në Shqipëri bashkë me Duamenën, dhe nga ana tjetër e Satmalen tek Vllaznia, apo jo? Po. Edhe Satmala është transferuar poshtë nga ne dhe është super lojtar aty, vazhdon me ritmin e fortë. E drejtë. Ndërkohë, tani nga ana tjetër kemi Partizanin. Partizani Vora është nga ato përballje që për Partizanin nuk lejohet hapi farsën, nëse do të kapi kaçën, dhe nga ana tjetër Vora nuk duhet të krijojë, të shkojë më poshtë, për të lejojë vetës që të humbë terren ndaj ndjekësve, ndaj atyre që janë poshtë tabelës klasifikimit. Gjithsesi, për Partizanin, objektiv mbetet Final Four si fillim, dhe kur hyn Final Four pasaj mundësit bën 25% për çdo skuadër për të fituar titullin kampion, gjithsesi duhet fitoj, në ndeshjen fazë parë të kategorisë superiore, që luhet po në arenën e Demave. Partizani kishte të vështirë, nëse ju kujtohet. Vora ka një ekip me të vërtet simpatik, duhet të thënë, me lojtarë të rinj që e njohin mirë kategorinë superiore, dhe për këtë arsye, por gjithsesi Partizani duhet të fitojë dhe përdën dhe sinjal vetes, lojtarëve, tifozëve, klubit se mund të shkojnë në Final Four. Dhe çifti i fundit është Teuta Dinamo City. Dinamo City për vazhdimsinë, themi, në ato nivele të rëndësishme pra në luftë për titull, dhe nga tjetër Teuta me ambicje gjithmonë rritje. Për të hyrë në kaçe, pse? Edhe Teuta është me Partizanin në afër. Është shumë vështirë për mendimin tim. Teuta është një ekip që ka treguar që me shumë vështirësi mund të humbi. Ajo që duhet për Dinamos është që të jetë e përqendruar 100% dhe 90 minutat e lojës, ndryshe ka shumë vështirë për të fituar me Teutën. Qartë. Atëherë presim dhe shohim ç'do të ndodhi në mesjavë. Ndërkohë, kalojmë pak te sporti ndërkombëtar duke pas parasysh legionarët tanë dhe nisim fillimisht me dëmtimin tani të Gjimshitit. Në ndeshjen e djeshme del minutën e 41 për një goditje me lojtarin e skuadrës vet Zapakosën, mos gaboj. Po, Zapakosta, por më pas edhe me Duvan Zapatën pati një përplasje, aty e ndjeva më shumë, pra u agravua dhimbja. Lajmi mirë është që nuk ka pra nga... S'ka frakturë në mos gaboj, S'ka frakturë pra nga testet instrumentali që sipas buletinit të dhënë nga vetë klubi i Atalantës, ky është lajmi mirë, por gjithsesi do të nështrohet sërish testeve të tjera mjekësore në ditën vijim, do të monitorohet. Se ne kemi merakun gjithë të marsi, kështu që... Të marsi. Atalanta në intereson, por shumë pak. Bëhet fjalë për një goditje në legendin, po, në legendin. Po ashtu ka dhe probleme me muskujt e barkut, por nuk është e përcaktuar diagnoza e saktë. Dëmtimi është serioz sipas mediave italiane, buletini si thash i Atalantës thot vetëm që nuk ka thyerje. Po pra, kjo është ajo që... Dhe kjo është gjë e rëndësishme. Që mund të kaloj shpejt, themi. Mund të kalojmë shpejt, por mund të kërkojë edhe më shumë kohë. Po, ndërkohë Dionis, Mario Mitaj, ju jeni menaxher, nëse do menaxhonit edhe Mario Mitaj, çfarë skuadre do i sugjeroni dhe kë kampionat, ku mund të përshtatet më mirë, sepse duket sikur aty gradualisht po bën gati valigjet.
Kampionati që mund të përshtatet është kryesisht Italia për te. Nuk mund të diskutojmë këtë, por... Po pse dhe Spanja mund të jetë i përshtatshëm, për stilin që ka. Super. Spanja, Itali ndoshta, ha? Lajmet e fundit, paktën zyrtare nga Al Ittihad, ato që dihet janë që ndeshja e tretë radhasi që nuk është grumbulluar në skuadër, dhe drejtori sportiv i Al Ittihad, Ramon Planes, ka folë për mediat atje, dhe ka thënë që pa përmendur emra, sigurisht janë profesionist, nuk mund nxjerrin në treg emrat të skuadrave, por për oferta ka thënë që kemi disa oferta të rëndësishme për Mario Mitaj, janë nga Premier Liga dhe La Liga. Po, Dionis, e konfirmon këtë fakt? Nga burimet e tua, themi, që mund tjetë La Liga dhe Premier Liga, themi, mundësit reale? Mundësit reale po janë, por nuk mund të konfirmojnë, normalisht. Mirë, kjo nuk diskutohet, sepse atë di vetë menaxheri ti, ndoshta dhe klubet përkatëse. Kaloj edhe në Katar. Ndërkohë, fakt tjetër i rëndësishëm. Kalimi në Europë. I bën mirë. I bën mirë, është domosdoshmë. Nuk mund të vinë më vonë në Europë. Edhe ka moshën që është tamam për atë punë. Ndërkohë, polemikat mëdha tek Bristol City për Anis Mehmetin. I përfundon kontrata fund sezonit, ka oferta kryesisht nga Italia, këto e nga burime konfidenciale, të paktën janë 2 skuadër që ndjekin hap basapi, dhe një nga ato është Torino, dhe ku janë problematikat? Me Udinezen, por ndërkohë Bristol City kërkon me çdo kusht ta mbajë sepse konsideron një nga shtyllat kryesore të projektit, themi, Bristol të tashëm dhe të ardhshëm. Atëre, manaxheri Mehmetit dhe Mehmeti të sot bengallat. Kanë tavolinë këtë dun dhe shkojnë ku dun. Nga për rinovimi nga Bristol City, këto janë të konfirmuar nga trajneri, nga drejtori sportiv në mediat angleze, dhe kanë një ofertë shumë të rëndësishme, si Mehmeti, por e Zeki, është futbollistit tjetër shumë i rëndësishëm i Bristol City, të dy s'ka donë kontrata në qershor, polemikat që thot Maxi janë mes klubit dhe tifozëve, se tifozët thonë si ka mundësi që klubit se konfirmoni nuk ka arritur ti blindoj për para. Ti kështë po për para. Dhe 6 mujor që të shie ka drejtën lojtari. Po gjithësi, Mehmeti për mendimin tim do të qëndrojnë në Angli, ndoshta në një skuadër të Premier Ligës, po të mesit të renditjes dhe poshtë. Po, ndërkohë që gjithë e shofit Mehmetin, themi në Itali, në Angli, në Spanjë, me radhë, po vetëm një nuk e shikon, vetëm Silvinho. Çudi e madhe që Silvinho ende nuk e shikon me atë syrin si kandidat për 23-shen e listës së ti. Ndoshta mund të pranoja që nuk kap televizori deri në Angli, po këtë që tu ti nuk e shef, këtë s'ta pranoj. Kjo është e drejtë. Tashi, ai çun ka bërë dhe po bën më të mirën e vet. Se përshtatet apo nuk përshtatet me trajnerin, ato leja trajnerit, ka rirovu dhe kontrata. Ne kemi të drejtë ta diskutojmë. Trajneri merr vendimet e tij, por ne diskutojmë, jemi të lirë ta diskutojmë. Ne çfarëdo që diskutojmë, ajo është pjesë e trajnerit. Ne e duam në ekip. Atëherë ta mbyllim diskutimin. Ne e duam në ekip dhe japim një mesazh që ky lojtar po na nxjerr sy. Jo, se ti nuk mund të kurse dhe mesazhin. Po ta jap mesazhin. E di Silvinho dhe ne pranojmë. Ky lojtar po na hap syt dhe neve që ky është lojtar vëllai që duhet të jetë për ekipin ton kombëtar. Pastaj pjesa e trajnerit se çfarë do ai brenda i përshtatet apo nuk i përshtatet, këtë nuk mund ta themi ne këtu dhe nuk mund ta bëjmë kur ai ka shkuar aty ku është sot. Se mos kishte shkuar aty, Mehmeti sot do ishte informacion. Shumë e drejtë. Ndërkohë Dionis, pse Mehmeti nuk thirrën kontrata? Këtë jemi real. Një ide. Pa tani edhe në vend Silvinhos me qenë është shumë vështirë, duke i marrë parasysh gjitha ata yjet që i kemi jashtë në arenën ndërkombëtare. Me të vërtetë është problem që ta selektosh edhe për ta pas 23-she? Jo, për ta pas 23-she, jo. Po thirë Gripshi, janë thirë lojtarë që ndoshta nuk kanë staturin e ti, nuk kanë nivelin e ti. Për 23-she është i pazëvendësueshëm, për 23-she pësaj që po. Championship është kampionati 6 me i rëndësishëm në botë. Qofse ne jemi 6-6, është në vend 6. Do me thënë, le shumë ligat para, europiane dhe botërore, mbas, duke pas parasysh e pra. Dhe një trajner nuk e shef. Megjithatë janë kënd vështirë. O Max, do të bëj pyetje, nëse ne do shkrishim gjysmën e Kosovës me gjysmën e Shqipërisë, do bëheshim 11 që fantastike? Aty do ishte problemi i madh. Problemi i madh me trajnerin. Pra kjo. Kjo është problemi jon që kemi ne ashtu thjesht fare. Për shembull, Kosova ka golashënuesin e dytë më të mirë të La Ligës spanjolle. A do ishte problem? Përveç Mbappés është Muriqi, ka 11 gola. Kjo është e drejtë. Por si e ka parë këtë javë Fatmir Neri? Me, do thoshja, me lupën e ti
të detajuar ka përzgjedhur këtë temë që ne do ta ndjekim në këto momente në editorialin e tij. Fjala për ju, Fatmir. Tema është për Tiranën, për tregun që ka zhvilluar, që ka shenja mjaft mira dhe për më tepër më duket që ka kohë që mendohet sepse është në avangard të gjithë skuadrave të tjera për ndryshimet që kanë bërë. Atëre, mbulim regjia, disa pamje themi nga Tirana dhe kampionati shqiptar, dhe Mneri në këto momente. Tregu i janarit, për një sër faktorësh objektiv, nuk është nga ata që mund sjellin ndryshime të prekshme në një skuadër. Është kjo thuajse një aksion për futbollin, përrjedhoj dhe vështirësisht e kundërshtueshme. E megjithatë, si çdo rregull, edhe kjo aksion ka përjashtimet e veta. Një shije të tillë të lindte pjesa e parë së dieshme së Tiranës në përballjen me Skënderbeun, që në fakt me pjesën e dytë e shtesat u kthye në sfiditse për Bardhë e Blut për të kaluar në çerkfinalin e Kupës së Shqipërisë. E pra ndryshimet ishin të dukshme dhe edhe pse emrat e rinj ishin ende të paorientuar, jo në gjendjen fizike dhe me ca kile më tepër, shenjat ishin goditse, pse jo dhe mbreslënse e shpresdhënëse. Nuk di të them asgjë për kostot e më pasme financiare që do të ketë operacioni fshesa i dhjetorit, por ajo që nuk ka nevojë për kallauz është çlirimi nga ana teknike për disa lojtarësh që kishin klubin Bardhë e Blu thjesht një automat parash. Duke u kthyer tek ndeshja, ritheksoj tek pjesa e parë e saj, jo për të bërë teknikun e specialistin, por më së shumti për të mos folur qesim, ajo që kishte revizuar trajneri Nuhiu ishte një 3-4-1-2 i pastër, ndërtuar në bazë të lojtarëve të ardhur. U pa një ndërthurje në raportet pranueshme mes përdorimit topit gjatë për të shfrytzuar shpejtësinë e Tabekos, me ndërtimin e një manovre që nuk ishte të qarë edhe pse pasaportat ishin krejt panjohura për njëra tjetrën. Duke lënë Mnjan Tafasin, që gjithnjë e më tepër po kthehet në rolin e një udhëzuesi e frymëzuesi nga porta, ardha e Cortezit, edhe pse ende me ndonjë lohatje, sidomos nga krahët, duket si jep shumë më tepër siguri linjës së pasme. Po kështu edhe Ndong, që i zhvendosur në linjën e mesfushës, jep më tepër shtypit e përpara, duke qenë për krah një lojtari me personalitet të shpallur që në minutat e para si Myslovic. Matej Alvarez pas shpinës së dy sulmuesve dha shenjat e një futbollistit sakt e për më tepër që fli kombinacionesh e sajesash në kufijtë e zonës kundërshtare përmes kombinimesh në zonat ngushta. Duke i dhënë kësaj një tjetër fizionomi lojës Tiranës, çka të bën shpresoj se edhe Mehmetin majtë sulmit mund t'i ngrënohet shumë shpejt e me efikasitet. Por nuk mbaron këtu. Ernest u pa që ishte jo thjesht një i rikthyer nostalgjik, por një motor i fuqishëm, që në shtesë edhe Xixës, i cili nuk ishte as në stol për mungesë dokumentacioni, mund ta kthejë në të frikshëm sulmin e kryeqytetasve që deri dje ka qenë krejt pa zë. Për më tepër, duke parë emrat në stol, një pjesë e cilëve edhe u aktivizuan, Tirana duket se tashmë ka tjetër uniform, ka ngjeshur armët, si i thonë, dhe është e gatshme për betejë, për të shpëtuar në radhë parë. Aq e gatshme, sa që edhe duke ditur fort mirë se nuk do t'jetë as pak miqësore me ta pjesa e dytë e sezonit, si dhe duke parë se në shpik ka në arkën e vet, kanë filluar të ndorrën të përshpërisin për ca objektiva, që është më mirë të rrotullohen në përgojë se sa t'i shpallin, se janë të tillë që mund të ngecin fyt. Qartë. Mirë, jemi në minutën e fundit dhe nga i batut finale, përpara se të urojmë skuadrat shqiptare të Superligës, një sezon të mbarë, themi për 2026 që nis në mesjavë. Ndërkohë, Dionis, goditja më e rëndësishme në merkaton europiane në këtë periudhë dimërore, kush ka qenë? Nuk ka qenë ende. Ende nuk është. Pritet, në rregull. Tani, Trenta zyrtar është Semenyo. Sa mbaroi Inter Napoli 2-2. Përfundoi, kështu që ndryshon. Kjo ka favorizuar Milanin në këtë aspekt. Mbetet e pandryshuar tabela klasifikimit. Shumë drejt. Ndërkohë Ermal Tahiri, mjeshtria sportive 2026, ka objektivin primar. Loro Borishi, ti jepi sa më shumë lojtar. Sa më shumë lojtar të prodhoj. Ndërkohë Fatmir Neri, Gazetaria Sportive, të lomotit sa më shumë. Dhe sa më shumë gjëra të vërteta, apo jo?
Mirë, kjo është emra me sot me golet Europian basnesh me njëherë, koha fluturon. Pse ke dyshime që ne nuk japim të vërteta? Absolutisht jo. Tashi nesër 12:30 dhe 5:30, po sa po të përshëndesim Tani, pra, është momenti që e drejton Tani atë punë. Atëherë, unë falenderoj Fatmir Nerin. Falenderit Fatmir. Dionis Terdovski, falenderit punë të mbarë Dionis, edhe pse e di që ndiqni jo vetëm emrat e rëndësishëm në futbollin Ballkanës dhe Europian, por edhe djemë të rinj, themi, dhe talentet e reja në futboll, apo jo? Po, ashtu është. Falenderit. Ermat Eri, falenderit. Ta priti falenderit. Si që tha dhe Ermali, 12:30, 17:30 me Sport Center, pra, në ABC News. Mirë, bashkë na jemi këtu, golet Europian dhe takimi radhës të dielën që vjen këtu në ABC News me Dila Sprint. Deri atëherë mirupafshim.